Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Historia ime fillon në momentin kur sapo kisha mbaruar universitetin. Kisha studiuar me shumë përkushtim dhe kisha pritur me padurim ditën kur do të filloja punë. Fati ishte me mua dhe arrita të punësohesha shumë shpejt si mësimdhënëse në një gjimnaz të qytetit. Isha vetëm 25 vjeçe dhe kjo ishte një arritje e madhe. Të dilje para nxënësve që disa prej të cileve ishin në vetëm pak vite më të rinj se unë, ishte një përgjegjësi që më bënte të ndihesha krenare. Nga ana familjare, gjërat nuk ishin qenë gjithmonë të lehta. Prindrit e mi ishin ndarë kur unë isha ende e vogël. Më pas, nëna ime u njoh me një burr të moshës së saj dhe ata filluan një lidhje që ju zgjati plot 10 vite. Gjatë gjithë asaj kohe, unë u rrita me atë njeri në shtëpi. E shihja si të ishte baba im, sepse ai u kujdes për mua, më ndihmoi me shkollën dhe ishte gjithmonë aty për ne. Por siç ndodh shpesh në jetë, edhe ajo marrëdhënie ju përfundoi. Ata u ndan pa zhurmë, por nëna ime mori vendimin që të mos martohej me kurrë, duke zgjedhur një jetë të qetë e të tërhequr. Ai burri ishte gjithashtu mësimdhënës me profesion, por punonte në një gjimnaz tjetër. Pas ndarjes nga nëna ime, ne humbëm kontaktet për një farë kohe. Jeta ime vazhdoi, unë u bëra 26 vjeçe dhe kisha plotësuar një vit të plot në punë në gjimnazin tim. Pikërisht në këtë kohë, drejtori ynë i vjetër doli në pension dhe shkolla ishte në pritje të drejtuesit të ri. Por ditën kur u prezantua drejtori i ri para stafit, unë mbeta e habitur. Ishte ai, njeriu me të cilin kisha jetuar për 10 vite, ish partneri i nënës ime, i cili tani ishte 52 vjeç. Në fillim mendova se do të kishim ndonjë lloj sikleti ose distance, por ndodhi krejt e kundërta. Ne nuk kishim asnjë inat me njëri tjetrin. Që ditën e parë u përshëndetëm shumë ngrohtë. Kur shiheshim në korridoret e gjimnazit apo gjatë mbledhjeve të stafit, flisnim si zakonisht me shumë respekt. Më vonë, ky komunikim u bë edhe më i afërt. Gjatë pushimit të gjatë në shkollë, ai filloi të më ftonte për të pirë kafe bashk. Bisedonim për mbarvajtjen e mësimeve, për sfidat e mia si mësuese e re, dhe ai gjithmonë më jepte këshilla shumë të vlefshme. Pasi pa që unë isha shumë e saktë me dokumentet dhe me menaxhimin e klaseve, ai mori një vendim. Me ofroi pozicionin e sekretares së atij gjimnazi, duke më mbajtur edhe orët e mësimit. Ky ishte një besim i madh që ai po më jepte. Unë isha shumë mirënjohëse dhe e respektoja pamas për ndihmën që po më jepte në rritjen time profesionale. Kaloi pak kohë dhe u ofrua ditëlindja e tij.
E dija që po mbushte 52 vjeç dhe doja t'i bëja një gjes mirënjohjeje. Pas ditën e asaj dite, bleva një tortë të bukur dhe shkova në zyrin e tij për t'ia uruar ditëlindjen. E kur ja dhash tortën, ai buzëqeshi lehtë, por pastaj u mendua pak. Të falenderoj shumë, me thaj, por me këtë andaj unë këtë tortë sonte. Ti e di që pas ndarjes, unë banoj plotësisht vetëm, me thaj. Eja sonte nga unë, që të mos e kaloj ditëlindjen i vetëm në shtëpi, me tha. Mua me erdhi keq ta lija vetëm në një ditë të tillë, kështu që pranova. Në mbrëmje, shkova tek shtëpia e tij. E kur hyra brenda, pash që kishte përgatitur një ambient shumë të bukur. U ulëm tek tavolina e ngrënies, në një tryezë druri të madhe, aty në mes të sallonit. Ai solli 2 pjata dhe më tha mua që ta prisja tortën. Filluam të hanim dhe të bisedonim. E në fillim, biseda ishte për shkollën, por shumë shpejt filloi të merrte një drejtim tjetër. Atmosfera që ishte shumë e qetë dhe ne që ishim vetëm, filluam të ngacmoheshim me fjalë. Ai më tha që unë isha bërë një grua shumë e zonja dhe se e mbante mend mirë sa e ndrojtur kisha qenë dikur. Tani në shkollë duket sikur i mban gjërat nën kontroll më mirë se unë, më thaj, dhe përveç kësaj je bërë vërtet shumë tërheqëse. E këto fjalë më preken. Nuk isha parë kur atë anën e tij dhe unë fillova ta provokoja, duke i thënë se pozicioni i ri si drejtor dhe mosha e pjekur e kishin bërë të dukej shumë më interesant se që mbaja mend. Shprehem hapur disa ndjenja që i kishin mbajtur të fshehura në shkollë, e ai më pranoi se mezi priste orarin e pushimit të gjatë vetëm që të pinte kafen me mua. Biseda po bëhej gjithmonë e më e hapur. Derisa ai e la pirunin e pjatë dhe unë ngrit në këmbë nga karrigi i tij. Unë bëra të njëjtën gjë dhe dola përpara tij, pranë cepit të tavolinës, e u ofruam tek njëri tjetri. Kur ai bëri një hap përpara, me kapi me të dyja duart dhe me ofroi shumë pranë vetes. Dhe unë mendoja se do më thoshte ndonjë gjë, por edhe e dija që mund të më puthte. Prandaj dhe nuk i fola asnjë fjalë. Doja ta lija të bënte ai çfarë të donte. E kështu i vendosa duart e mia pas qafës. Dhe ai, kur ma ofroi fytyrën dhe filloi të më puthte, puthja ishte shumë e thellë, por plot ndjenjë. Unë e pranova të puthje dhe filluam të puthishim aty, duke qëndruar në këmbë pranë asaj tavolinës. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.